Euron Fetaj. Një zë i një, por me prani të fortë në skenë. Euroni vjen nga Orizarja Kumanovës dhe është një talent në rritje që përfiton publikun me originalitetin dhe humorin e tij të veçantë. Ai flet ndryshe sepse vjen nga aty ku zëri shpesh nuk dëgjohet, por sonte do të dëgjohet fort. Tana janë njësë ke, kër i këshirë ke lajmët, e shaj ke ata që jep ke lajmët. Dhe ke këtë shpifje e këto, këtë pagume për opozitës, dhe shau babë, ku kam dhe por opozita me pagujt lajmët, as një të ndërë se keni lajmë, as për një laqë. Ma vone kam kuptu pëse ato i shau, se e shaj ke kredarën e tina të partisë. Ajë më herë të ke, unë jam me ju, til ke të bim para 100 vetëve, unë jam me ju, ajë na dva ka pas të audiatet, a na kish me godhkatër. Pra në, e kish me një godhkatër, mo vetën së patron tokë, pra në asë në drejtë nuk heke. Bash një herë e moj me një rast pa të shku me shpijës, dukon misafir. Edhe normal, baba, para, nona për para, na fëmijët mas. Edhe sa që dishme se s'ka me hinë tretën, që shkina me jabo për me shku aty. Fab, babi para, edhe i zikere, para, dytën, s'ta që dishme se ka me pas probleme, shti tretën, fab, nona i që i dur t'ja njësi aminet. O zot, një mona për me hinë tretën, edhe veç ja ka bojnë një herë, baba. Kujtë, kërë ka bo baba, si shaka hoba qa, baba një frimën me që ja njësili që shkeri, këtë u gëzu trafika për fakt Tirani kjerët ministrisë. Me të katër përzim, si që pështu, i shkoni jone, s'na boni shumë problem. Dhe tani në skenë vjen një prej komedianëve më të mirë shqiptar. Ju lutem mirëpritni, Kushtrim Qerimi, me humor të mbrejtë, stil të guximshëm dhe prani të fuqishme. Kushtrimi nuk është thjesht një artist, ai është zëri i shumë prej nesh, që përmes të qeshurës na kujton të mos harrojmë të mendojmë. Ju ftojmë të përshëndesni me duar trokitje të ngrohta. Avni Shkodra, mjeshtër i të qeshur së mençur, një prej emrave më të dashur të humorit shqiptar. Avni më sjell realitetin e skenë ashtu siç është, të vështirë, por të përballueshëm kur dim të qeshim së bashku. Euron Fetaj, faleminderit që jemi ne. Na trego fillimisht si zbulove talentin tënd në komedi. Në komedi, fakt ja ka nisë qysh prej në fëmini, gjithmonë kur kam pas, kur kena pas, dhe më thonë, jena mbledh familjaresht, kështu. Kam pas, kam bo diçka si fëmimo që bojnë ketë, edhe kanë kesh ditë familjartë, edhe për që ja ka nisë pak, ajo komedia pak më hi pak si në zemër, edhe nuk jam nalë deri më sot edhe zbesoj që e kam unë nalë. Ti e nga Orizarja, do më thonë nga Orizarja në stand-up, në skenë, si ndodhi kjo? Ndodhi shumë natyrale, do më thonë, sot që më pengon ajo pjesa që vi për një veni që nuk ka shumë artist, ose në fakt nuk ka heq, do më thonë, mu me thonë me gjithë krenarit se jom i pari, po e kam supportet maksimal prej gjithë qytetarët, do më thonë, të shatet Orizare, edhe normal gjithmonë ku shkoja për meni nuk e kom në ajfarë sikleti ose në ajsen, po jam krenar që jam për aty vejnë edhe e kam supportet maksimal për kejve, nuk thonë banove të shatet Orizare. Edhe
që ajo më bën muni shumë krenare dhe shumë jashtëzakonisht mirë. Çfarë lloj humori preferon më shumë? Për preferencat e mia, humori, humori i zi më pëlqen më shumë, po e kemi pak problem këtu që mu shfaqe ai humor, por njerëzit që e bojnë atë humor mua më pëlqejnë shumë, edhe prej atyve fakt i kam disa pjesë që inspirohen prej atyve, po në fakt kur jam duke performuar në komedi, mundona sa më shumë me pas material lokal, si për shembull që në këtë stand-up e kam pas pak që janë njerëz në Kumanov, që rrjedh politika këtu në vendin tonë, më thonë më shumë shkoj për çifi humori lokal. Cilët janë komedianët prej të cilëve ti je frymëzuar? Fillim, kur ja kena nis fakt, kur ja kam nis më morë me stand-up, më shumë jam inspiru prej komedianëve të huj, kanë Fluffin, janë disa emra shumë të njohur, Dave Chappelle, etj. Me të kallëzu drejt nuk ka që kam ndjek shumë humor shqiptar, po më shumë prej skenës botërore që i kam përcjell ata. A përdor shpesh material nga jeta reale për ta kthyer atë në një komedi ose në një stand-up? Po në fakt gjithë kjo që e kena performuar sot, më thonë që asnjë shkruaj nuk kon gënjeshtër, nuk kon gjithçka e vërtet, edhe besoj që mas mirë është ashtu që me përcjell në mesazh, edhe besoj që komedia është më e mirë kur është reale, sepse gjithë ajo publiku mundet me pas e din ato se është reale edhe mundet me pas në reagim pak më ndryshe se sa kur e vren që është diçka, nuk është reale, po e vren që është diçka e trilluar, ose ajsa nuk e di. Edhe normal gjithmonë pritet më mirë kur është reale. Si u ndjeve herën e parë kur dole në skenë? Kishe më shumë emocione apo adrenalin? Herën e parë kur kam dalë në stand-up kisha më shumë emocione, sepse ishte një temë shumë goxha rrezik në atë kohë ishte, se nuk e dishte se ç'ka me prit publiku, por fillim kur fillova me disa probleme që i kam pas, e pas se janë të prit shumë mirë edhe më në fund taramo është karrierë kështu natyrale edhe taramo me një u bëj euforia e madhe aty në publik, e kam pëlqyer këtë edhe mos kam pas asnjë lloj emocione ose stresi. A të ndihmon humori jashtë skenës në jetën reale? Sidomos unë që jo vetëm mua, po gjithë studentëve i ndihmon humori, gjithë triut i ndihmon humori, sepse kemi gjithmonë stres, jo punë, jo nëse, jo provime, afatet e provime, edhe normal gjithmonë unë dhe shoqënia ja na shkollojmë pak këto probleme me pak humor, sepse nëse e shikojmë në atë pjesën veç stres, veç punë, nuk do të nihesh edhe të mirë emocionalisht edhe fizikisht, edhe normal që shumicën e kohës e çojna veç me humor që me na ndesh disponibile. Si e priti familja jote këtë përzgjedhje? E përkrahe? Familja më ka përkrahur prej shkollës mesme, si janë kom pak edhe në familje pak fëmijë që e kam marrë këtë një kahje ndryshme që kam marrë familjarë të tjerë. Domethënë gjithë familjarët e mi kanë pasur do kahje normal dhe bazike. Unë e kam pas shkollën mesme me muzikë, jam kon në shkollë mesme të muzikës, që edhe qëtash fakultetin për aktrim edhe gjithë e kanë prit mirë, s'ka që më kanë pengu në esen këtë rrugtimin tem artistik edhe gjithmonë më kanë suportu prej fillimit edhe besoj që deri në fund do ta kem suportin në atyve. Ku e sheh veten pas 5 viteve në stand-up? Në fillim nuk u kom bash plani jam për më marrë me stand-up shumë kohë, po nëse vazhdoj më morë, besoj që kam e pas edhe më shumë. Normal nëse ka interes për publikun do të jem aktiv normal, ajo diskutohet, por nëse i përgjigjen pyetjes pak më reale, mas 5 viteve besoj që nuk e di, ndoshta do të jem dikon në skena më të mëdha, besoj edhe shpresoj që të jem në skena më të mëdha që ta shpreh talentin tim që kam jo veç në Kumanov për shembull ose në qytet, po edhe shtete tjera pse jo. Cili është mesazhi yt për të rinjët që kanë talent në humor dhe në aktrim, por nuk e kanë guximin të shfaqen në skenë? Aty është problemi më i madh që me dalë në skenë, duhesh me marrë një hap shumë të madh, edhe duhesh me di se çka të pret mas. Po besoj që nëse e ke ëndër, nëse ke talent, pse më marrim shef s'ka asnjë kuptim. Del
bëno talent, bëno i punëtor, edhe besoj që kam jetë shumë mirë, edhe besoj që edhe njerëz kam e pritë shumë mirë, se edhe unë kam pas ato dyshimet e mia se që kanë me mendu njerëz për mua, për stand-up, pas për çka të fol, po e vrej që janë shumë të lumtur që unë e kam marrë këtë guxim dhe mesazhi jem për të rit, edhe jam i ri, se besoj që veç me punu, me nxjerr talentin pa, edhe besoj që kemë korë sukses gjithmonë. Euron, faleminderit shumë, shpresojmë të kesh suksese në të ardhmen dhe të na bësh krenar neve dhe Orizare. Normal, shumë faleminderit edhe te juve. Mund të na tregosh pak se si filloi rrugtimi yt në komedi dhe në skenë? Përshëndetje për juve, për mundësinë të rishikues të televizionit juaj, ardashësit, teatr dashësit prej Kumanovës edhe organizatorët prej Pulsit të Demokracisë. Unë kom diplomu në vitin 2003-2004, me stand-up kam fillu me u marrë me kriju prej vitit 2011 dhe nuk ju nalë prej atëre të kriju pjesë të stand-up komedisë. Vitin e kalum isha në turne edhe në Evropë, në Stockholm, në Köln, në Zyre, me performu para shqiptarëve tonë që jetojnë në diasporë. Edhe Kumanov është hera dytë që po vi, para Kumanovës si vjetë isha në Tetov, me stand-up në dhjetor, ishim në Gilan në festivalin e stand-up komedis, para dhjetori 2024 me stand-up isha në nëntor në Zyre, edhe në Kumanov perfekt. Edicioni i dytë si vjetë ke, po më duket pak ma mirë se vjetë, për shkak se njerëz nashta na i kanë mësua edhe humorin ton edhe kem ma të relaksum, kështu që po provojmë mos më nalë, me kriju shfaqje teatrore, me kriju stand-up, me shkru naj dramë edhe më munu sa ma shumë me reflektu energji pozitive të audienca që fatmirësisht kur s'për na len vetë, ku vetë fundit gjithka po shkojmë, sallën e kena thuj se plot. A ishte në nivel pritshmëria juaj nga publiku i Kumanovës? Po, pa tjetër, bile tutje pritshmërisë për shkak se vitin e kalum ish hera e parë dhe kish ngërqe, kish rezerva, si vjetë ke pak ma e relaksushme atmosfera, skenografia ke pak ma e mirë, edhe na ja kena marrë që me dhënë dorën kësaj salës, pa qka se sala nuk e ka akustikën perfekte, po jena adaptu edhe definitivisht më me thonë që si vjetë ke atmosfera ma e mirë se në edicionin e parë të ngjarjes së stand-upit në Kumanov, kështu që le të bëjmë stand-up komedi, se njerëz ka nevojë me kesh edhe me marrë një farë mesazhi, kuadër të krejt të asaj komedisë, na thojmë diçka kështu, në fund njerëz menojmë, okej, keshë mirë, ama edhe qitësen deshtën me thonë. Ne presim ma shumë projekte prej jush aktorëve të suksesshëm në qytetin e Kumanovës. Faleminderit shumë që ishit prezent. Faleminderit edhe juve, po shpresoj që edhe gjeneratat e reja si Euron Fetaj me u marrë me stand-up komedi, po shpresojmë që edhe Euronin me ftu në Gilan në festivalin e stand-upit, se mu më pëlqej shumë si stand-up komedian, edhe pse ke hera e parë që e pash, edhe e pash prej prapaskenës, ju uroj shumë suksese, edhe pse mos me pas sa më shumë stand-up komedian suksesshëm, se është një ndër zhanret ma të vështira performative, për shkak se vetë duhet me shkru tekstin, vetë duhet me lujt, edhe je vetë në skenë, nëse gabon diçka, për dallim prej shfaqjeve teatrore të ansamblit, përgjithësia shpërndahet në kolektiv, në stand-up nëse gabon ti diçka, veç tek i përgjithësinë edhe tani zor është me dalë prej asaj gropës në thojza, kështu që edhe Euronit suksese edhe Pulsit Demokracisë, edhe një herë përshëndetje për ardashësit që sonte na ka nderuar dhe u kënaqëm bashkë me energjinë e tyre reciproke në ngjarjen e stand-upit. Mirë, është interesë sa vitin e kaluar, se kjo era dy që përmojmë. Dhe po duke që ka dalë do më ndërtuar një tradit për me bo stand-up në si ngjarje të cilat është që kjo sonë, mësë me i zonë, shumë. A është diçka që është shumë e letë, shumë e pranueshme në disa vende ku jena të e vonë, në për qytetet shqiptare, për fshi edhe Gilani, ku jena të e vonë shumë të. Në ta shtohet të prova, po duke që ka marrë shumë mirë dhe atje. Edhe në shumë, dhe ka gjitha edhe kësha dashë dhe në pas ma shumë me koma evente ma maja, njërës sepse është diçka shumë e ka përdishme, shumë e legët në publiku nëse vinë, diçka